Line, faleminderit që në Gogo.al sot për të folur me ne për një temë që nuk është fort e këndshme, por ama është e nevojshme. Unë mirësi u gjej dhe është kënaqësia ime apo prapë të jemi këtu bashkë për të folur për një temë që nuk është fort e lehtë, por është shumë e rëndësishme dhe është aktuale. Çfarë po ndodh Borena me shoqërinë tonë? Pse kemi këto raste të bullizmit digital, bullizmit online, raste të një gjuhe agresive në rrjetet sociale, të gjuhës urrëties, po të duash ta quajmë, deri te rastet të dhunës edhe mbas edhe raste të pornografisë. Çfarë po ndodh? Është kjo për shkak të zhvillimit në përgjithësi që ndodh edhe në vende të tjera me një kulturë institucionale më të konsoliduar, apo ne kemi specifika? Si e shikon ti? Ky sigurisht është një analizë më shumë sociologjike, po nëse ti mund na bësh një këndvështrim si psikologe që je, kuptohet, brenda këndit tënd. Do ta nis me një shprehje që do më lejoj pastaj që të bëj zhvillimin e saj. Kam lexuar dikur ku thonte superprodhimi sjell krizë. Në këtë rast flasim për aspektin teknologjik. Teknologjia sa vjen edhe po zgjerohet, po smadhohet dhe është pjesë e gjithë secilit prej nesh. Për të mos thënë që është një pjesë e pandashme e gjithë secilit prej nesh, e për të mos thënë sërish që ne jemi tashmë të varur nga teknologjia, na pëlqen apo nuk na pëlqen. Tani çështja është çfarë do sjell varësia nga teknologjia dhe si e përdorim. Sigurisht që ka shumë benefite dhe nuk mund t'ja heqim. Na ka lehtësuar jetën ndoshta në her pas here në procese të ndryshme, mirë po edhe duhet thënë na e ka komplikuar jetën. Mjedisi online është bërë një mjedis në të cilën ne ndihemi më të lirë se kudo tjetër. Në komunikim, në njohje, në veprimtari, në sjellje, në agresivitet, në mënyrën e të shprehurit pa censura atë që duam të mendojmë, pa filtra në të shprehur, por me shumë filtra në përdorim. Pra, ka disa Se po më kujtohet tani me këtë që po thua, po më kujtohet shpeshherë fraza që përdorin përdoruesit e rrjeteve sociale, që ky është Facebooku im këtu, mos më hajde mos më komento, ose jam në te Instagrami im. Në fakt secili e percepton si hapësirën e vet. Po a është hapësirë personale? Kjo është pikpyetja e madhe. Se nuk është. Në takime të shumta të mia, si me fëmijë, si me të rinj, si me prindër, si me profesionist, themi një gjë. Për sa kohë ne jemi pjesë e procesit online është i paparashikueshëm. Nuk mund të jemi dot asnjëherë, sa do të mendojmë se jemi teknolog të mirë, dhe sa do të mendojmë që ne dim ta përdorim mirë rrjetet sociale, internetin, çdo gjë e jona online ka një gjurmim. Dhe këtë gjurmë mbeten. Dhe ne, siç po e tregon historia, jemi gjatë gjithë kohës duke u njohur me histori të reja dhe me ndryshime të reja. Nuk mund të jemi asnjëherë të bindur se gjëja që është e imja online mbetet e imja. Në momentin që ti ke postuar online, nuk është më jotja. Nuk është asgjë, se kjo është porosia kryesore që japim fëmijëve, nëse nuk do që diçka tjetër shpërndar, mos se hidh kurrë në internet, në hapësira digjitale, në rrjetet sociale etj etj. Në fakt, zhvillimi i inteligjencës artificiale ka sjell pastaj sfida të reja edhe më të vështira, sfida që lidhen edhe me mashtrimin, edhe me deepfake-et, me përdorimin e zërit apo të imazheve. Ne si Gogo.al, me mbështetjen e vyer të Autoritetit Mediave Audiovizive, kemi zhvilluar dhe kemi bërë një studim lidhur me dezinformimin në hapësirën digjitale. Dhe rastet më të shpeshta ishin shumë të lidhura dhe me inteligjencën artificiale. Për shembull, nëse të kujtohet ai rasti i Arushës në Kukës, që nuk ishte një rast i vërtet, apo lajme të tipit të gjithë e besuan, po kjo ishte më pak e dëmshme, po ke lajme të tjera lidhur me çështjen e njohur të Bleona Matës, pra të humbjes së një fëmie që ende nuk është gjetur, dhe aty të servirin natyrisht lajme të rreme lidhur me çështjen, por akoma më shumë të nxitur edhe nga inteligjenca artificiale, edhe këshilla të rreme të mjekëve.
lidhur edhe me, po themi, konsulta, vizita, medikamente që nuk ekzistojnë. Pra, jemi futur në një botë, në një rreth edhe vicioz, të themi që bëhet shumë e vështirë që ti ta mbrosh fëmijën si prind apo si edukator, nxënësin, studentin e tjerë, për nxënësin në këtë rast. Po nga ana tjetër, edhe kjo qasja që ti t'ja bllokosh rrjetet sociale dhe hapësirën digjitale nuk është fort funksionale. Kështu që ne jemi në këtë situatë kur shumë prindër po na dëgjojnë tani, Boriana, jam shumë e sigurt, dhe dua një lloj orientimi nga ty si psikologe. Çfarë duhet të bëjnë ata në këto kushte, kur teknologjinë nuk e ndalojnë dot, është e pamundur, sepse sot fëmijët po mësojnë nëpërmjet teknologjisë, janë madje ne habitemi se sa të informuar janë edhe më shumë se sa ne. Nga ana tjetër, le t'ju servirin këtyre prindërve dhe le t'ju japim ca shifra, sepse ti vjen edhe nga një punë shumë rigoroze bërë nga i Sigur Cerzaja e të tjerë, lidhur me të dhënat e bullizmit digjital, e dhunës, e fenomeneve të tjera negative të shoqërisë. Tani duhet të jemi shumë të përgjegjshëm, mendoj unë, duke e parë në aspektin prindëror. E the shumë mirë dhe do ta shtoja edhe unë që fëmijët janë teknologë më të mirë se sa prindrit. Janë ata që i mësojnë, po ndoshta edhe i edukojnë prindërit e tyre se si ta përdorin teknologjinë, sepse ata zakonisht bëjnë më shumë gabime. Pra, thënë më shkoqur dhe më thjesht, fëmijët kanë lindur me tablet, me telefon, me ekran. Prindërit e kanë mësuar rrugës dhe e kanë mësuar kur kanë qenë të rritur. Nuk është njësoj. Kjo është diferenca. Tani ka një detaj. Prindërit, duke qenë se nuk e njohin aq mirë botën teknologjike, ja besojnë fëmijëve këtë proces. Pra, i japin atë fëmijëve. Ndërsa nuk janë fort të vetëdijshëm se çfarë ndodh online. Sepse prindërit për çfarë përdorin internetin më së shumti, e përdorin për rrjetet sociale, për të lexuar ndoshta në Google, për YouTube-in, pra për gjëra disi më bazike. Ndërsa fëmijët kanë një botë komplet ndryshe në përdorimin e rrjeteve sociale, lidhur me postimet që bëjnë, me locationin që ata vendosin në postimet e tyre, në profilin që është i hapur apo i mbyllur, në hashtagje që ata kanë brenda rrjetit të tyre, në videot që ato krijojnë, e çdo gjë tjetër. Mirë po, duhet të theksojmë që jeta online është bërë një lloj varësie në të cilën ndikon totalisht edhe jetën fizike. Dhe këtu për fëmijët, sidomos, por edhe për të rinjt, edhe për të rriturit, ka një disbalancë të madhe midis asaj që janë fizikisht, midis asaj që jam online dhe midis asaj që duam të jemi prej asaj që shikojmë. Dhe këtu fillojnë pastaj të gjitha peripecitë, do ta thoja në një mënyrë apo në një tjetër. Vetëm gjatë vitit, pra gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, nga janari deri në qershor, pra platformës kombëtare për internetin e sigurt në Shqipëri, i sigur.al, kanë ardhur mbi 529 raportime. Raportimet janë të gjitha incidente të ndodhura në rrjetet sociale. Të çfarë natyre? Bullizmi kibernetik, gjua urrejtjes, denigrimi, mesazhet bullizuese, ofendime, shantazhe, kërcënime, materiale me përmbajtje të dhunës seksuale. Zënka midis të rinjve por edhe fëmijëve. Çfarë grup moshe, nëse kanë dhënë detaje për fëmijët apo nuk kanë dhënë? Po, ka detaje, janë të grup moshave të ndryshme. Gjithmonë duke ruajtur anonimitetin e sigurisht. Pjesa më e madhe e raportimeve, dhe këtu është një gjë interesante, është në grup moshën 19 deri në 24 vjeç. Dhe pjesa e dytë më e madhe raportuesve janë ata të moshën 14 deri në 18 vjeç. Këtu ka ndodhur diçka interesante. Deri para 2 vitesh, pra në 10 vite që i sigurt.al funksionon, 14 deri në 18 vjeç ka pasur gjithmonë numrin më të lartë të raportimeve. 2 vitet e fundit tani numrin më të lartë të raportimeve e kanë të rinjt të moshës 19 deri në 24. Si shpjegohet kjo? Dhe këtu ne sigurisht që i gjejmë një shpjegim.
Është mënyra tani më e përdorimit të rrjeteve sociale dhe hakmarrjeve të cilat nuk ndodhin më fizikisht, por ndodhin online. Kërcënimeve të cilat nuk ndodhin më fizikisht, por ndodhin online. Çfarë ndodh zakonisht? Nga marrëdhënie të prishura apo të thyera, zakonisht individët, nëse nuk kanë një qasje fizike, marrin foto lehtësisht nga çdo kush. Mjafton dhe ne e dim të gjithë një screenshot i thjesht dhe foto jote nuk është më jote. Prap dalim në rezultatin që ne nuk jemi më online dhe privat. Mjafton një screenshot. Çfarë ndodh më pas? Në të tilla raste merren këto foto, video, materiale, hapet një profil tjetër i ri, ndoshta me emrin e personit ose me një emër denigrues, postohen ato foto me mesazhe, me tekste denigruese, her pas here edhe të bëra me inteligjencë artificiale për të shfaqur nuditet apo materiale që i përkasin të le të themi përmbajtjeve të dhunës seksuale. Dhe në të tilla raste janë dy opsione. Ose viktima të duhet që të bjerë prej e shantazheve dhe kërcënimeve të personave që kanë hapur, ose do bëjnë denoncim në polici, ose do raportojnë tek i sigurt.al. Çfarë ndodh nëse ndodh tek raportimi tek i sigurt, është që fatmirësisht nëpërmjet komunikimit të drejtë për drejtë, nëpërmjet angazhimit të drejtë për drejtë dhe të menjëhershëm që ne kemi me të gjitha rrjetet sociale globale, i sigurt.al bën të mundur që materiali apo faqja të mbyllet brenda 24 deri në 72 orë maksimumi. Zakonisht mbyllet edhe brenda disa orëve, por po themi të gjithë hapësirën kohore që nevojitet një faqe për të mbyllur. Dhe kjo letëson shumë individit. Kemi pasur individ të cilët kanë vuajtur Pra nëse hapet një adresë Instagrami fake, po themi që s'është në emër të dikujt tjetër, dhe nëse prindi apo jëriu raporton tek ju keni mundësi që të raportojnë drejt për drejt direkt te Instagramit. Kështu ndodh edhe Instagrami e bllokon për një herë, si çfarë ndodh? E mbyll atë faqe, e fshin. Sepse ne quajmë trusted flagger, pra ata personat që jemi njerëzit e besuar të Instagramit, të TikTokut, Discordit, Facebookut, Telegramit, të gjithë rrjetet. Pra ja ku është edhe një zgjidhje që në rast se nga 529 raportime që në kanë ardhur tani, janë të gjitha të mbyllur. Që do të thotë, bëhet një punë kolosale edhe nga stafi i sigurt.al, por sigurisht kërkohet të analizohet çështja e rastit. Mund të ndodhi që ti mund të kesh harruar passwordin të një profili tënd, por nëse nuk përmbahet asnjë formë dhunës online, nuk e mbyllim dot. Po, patjetër. Pra, duhet të ketë shenja që duhet të ketë shenja të dhunës online dhe kjo faqe mbyllet jashtëzakonisht shumë shpejt. Dhe kjo fal marrëveshjes që i sigurt ka me rrjetet sociale globale. Unë, Borjana, mendoj që qasjet edukuese janë më të shëndetshme si zgjidhje se sa qasjet korrektuese. Sigurisht ato shkojnë bashkë, që do të thotë në rast se ne kemi dështuar të edukimi i fëmijëve tan, institucionet edukuese kanë dështuar në përgjithësi, po themi shkollat apo qendrat e tjera, apo qoftë edhe qendra kulturore po duar, sepse të gjithë janë bashkë. Shoqëria ka dështuar, atëherë shkojmë tek qasjet korrektuese, po themi ku futen aty edhe institucionet e policisë, edhe forma e reagimit në platformën që ju keni, sepse edhe kjo është një qasje që ti ndikon, reagon kur gjëja nuk shkon mirë. Mirë, po çështja është që ne kemi në dorë akoma të punojmë me fëmijët tanë. Sigurisht ata fëmijë se për grup moshën që po më thua deri 24, ndoshta bëhet pak më e vështirë puna, sepse tashmë ata janë edukuar, janë formuar. Unë me gjishur i them dhe shpesh edhe prindrit që takoj, shiko, fëmia ka ardhur 18 vjeç në universitet. Unë nuk kam çfarë karakteri ti ndryshoj, përveç se mund t'jap ca dije në fushën e vet. Po çështja është që kur i ke fëmijët 14 deri 18, ti ja ke në fakt ti ke akoma shanse ta edukosh këtë fëmijë. Sigurisht.
Për këta prindër që janë duke në dëgjuar edhe mbase duan të kuptojnë diçka më shumë, çfarë do t'ju sugjeroje që ata ta mbajnë si psikologe komunikimin me fëmijët e tyre, pra si të mbajnë komunikimin një, dhe dyta, si të kuptojnë shenja që fëmia realisht po shfaq shenja të një viktime potenciale të bullizmit online apo të një fenomeni tjetër. Mendoj që prindja e njeh mirë fëmijën e vet. E njeh goxha mirë fëmijën e vet. Në arsyet, sjelljet, mënyrat, kur fëmia ndryshon sjellje, kur është agresiv, kur është i dobtur, si është në përditshmërinë e vet, të gjitha me radhë. Pra, karakterialisht mendoj që prindja e njeh mirë fëmijën e vet. Por duhet jetë vigjilent. Dhe kjo ndonjëherë mungon. Dhe kjo ndonjëherë harrohet. Disi, pa dashje. Unë e kuptoj shumë mirë këtë gjë. Asnjë prind nuk dëshiron që ta lërë fëmijën pas dore. E bën pa dashje sepse edhe dita është shumë intensive. Po. Nga ana tjetër, një fëmijë adoleshent e ka pak të vështirë që t'i thotë prindit, mua më ka ndodhur kjo gjë online. Mund të jenë ato problematikat e Pse është e vështirë për adoleshentin? Ndoshta prindi nuk i ka siguruar një rrugë komunikimi të qetë dhe të sigurt dhe pa, po themi, pasoja? Është faza e adoleshencës? Së pari sepse Çfarë droje ka, çfarë ndoshta frike ka? nuk është punuar për komunikimin e besueshëm dhe cilësor që në vegjëli. Pra fëmia duhet të rritet me bisedat e shëndetshme, jo thjesht të zakonshme. Në kuptimin që jo atë duhet që a ke ngrënë, a je mirë, a je teshur, a ke ftohtë, të gjitha shqetësimet e prindit, këto janë ekzistente. Po emocionet, kur i flasi, dhe si i flasi. Se zakonisht edhe prindi vet ka një lloj ndroje të flasi me fëmijët për emocionet e tyre. Qoftë edhe për biseda të cilat mund të shikojnë në internet dhe le të bëjnë një komunikim të një biseda të një komunikimi social. Pse? Sepse kjo zhvillon dashur pa dashur komunikimin, bisedat dhe natyralisht edhe besimin. Duke marrë dhe një rast konkret mbase të, po themi, të një personazhi ndoshta dhe të njohur, se si i kishte ndodhur një situatë bullizmi, pra të diskutohet mbi situatën, duke thënë që kjo nuk duhet të ndodhi, por edhe mund të ndodh. Dhe nëse ndodh, ne që fëmia japim këtë zgjidhje, po. Që nëse më ndodh mua, çfarë do bëj prindi? Do më gjykoj apo do më ndihmoj? A duhet të kem frikë nga prindi? A do të më bërtasi? Apo do japim sjellje? Nëse gabimi është bërë. Nuk do pyesim pse u bë në atë moment. Në atë moment është e nevojshme të japim zgjidhje dhe të luftojmë për zgjidhje. Më vonë reflektojmë mbi gabimin që të mos jetë më i përsëritshëm dhe le të themi të jetë marrë ai mësimin e nevojshëm. Korrektohet. Por në atë moment dhe prindi duhet të jetë shumë i gatshëm që të futet në proces ndihme, pa pyetur çfarë, si, pse e bëre, sepse fëmia ka dhe ndjesinë e dështimit. Ka dhe ndjesinë që prindërit të shkënjehen ndaj tyre. Ka dhe ndjesinë edhe të egos së vetës moshës që unë i bëj të gjitha vet, i zgjidh vet. Jam i pavarur, po. Janë edhe këtë tilla çështje. Por prindi, prandaj them, duhet të jetë vigjilent në të gjitha ndryshimet e sjelljes së fëmijës. Padyshim. Për çdo lloj ndryshimi në sjellje, duhet analizuar nga se vjen, po themi, ose ku e ka shkakun. Në periudhat shkollore, edhe mësuesi e njeh mirë fëmijën. Edhe stafi, edhe fëmijët e tjerë. Po si të punon një mësues me fëmijët që të ketë këtë kanalin e sigurt për të komunikimit? A këtu bëhet oraliste pastaj. Këtu bëhet oraliste kur nëse shikojmë vërtet se ky është bullizmi në vetvete dhe të gjitha këto janë shkaqet emocionale që ndikojnë lehtësisht tek fëmia dhe kanë ndikime të mëdha. Pra, është ajo që duhet neve të shikojmë me një sy më të imët dhe të gjejmë kanalet e duhura se si mund të ndërhyjmë brenda një fëmije. Jo të gjithë fëmijët e pranojnë ndihmën një lloj.
Kur një mësues vëre dhe e vëre në sjelljen e përditshme, e vëre sa ka mësuar me javë të tëra dhe sa jo, si po sillet me shokët edhe shoqet e klasës, sa i angazhuar është në procesin mësimor ose jo. Mësuesi mendoj e dallon mirë fëmijën sepse i ka aty çdo ditë për të mësuar që kalon një kohë më të madhe se sa edhe vetë fëmia me prindin në shtëpi. Këtu futet në rol mësuesi për të kuptuar dhe ndoshta për të folur me stafin psikosocial të shkollës që duhet një vigjilencë pak ndaj këtij fëmie. Kështu shikon edhe stafi, ndoshta psikologu i shkollës, ndoshta edhe punonjësi social. E më pas njoftohet edhe prindi për të bërë tani ndërhyrjen. Këtu është momenti ku bëhet ndërhyrja midis aktorëve dhe personave të ndryshëm me një qëllim të caktuar. A ka vërtet ky fëmijë një problem të cilën neve nuk po na e tregon, por problemi ekziston? Dhe kështu ndërhyjet një qasje. Ka dhe momente të tjera kur është vetë fëmia që tregon që mua më ndodhi ky problem, por zakonisht nuk e bëjnë që në fillim edhe prej stigmës, edhe prej turpit, edhe prej mos pasjes lehtësisht të pranueshme që të shfaqin emocionet. Jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit kanë një botë në të cilën nëse shfaqin dhe shprehin emocionet, jo duket se po bëjnë ose është një dobësi. Fakt, kjo është komplet e kundërta. Të shfaqësh emocionet, në mendimin tim është gjëja më njerëzore në botë. Dhe duhet të jemi të gjithë dakord që të gjithë përjetojmë emocione të ndryshme. Nuk mund të jetë askush neutral në emocionet e veta. Pra, pse të mund të fshehim njerëzoren tonë, se kjo besoj na dallon, humaniteti, njerëzorja, emocioni, drejt asaj që duhet të ndihemi dhe të jemi të palëkundshëm, të paluhatshëm dhe që asgjë nuk ndodh me ne. Jo, ndodh. Dhe nuk i kemi neve në dorë. Jo të gjitha çfarë na ndodhin, i kemi neve në dorë pse na erdhën. Ne kemi në dorë menaxhimin. Këtë mund të bëjmë për veten tonë dhe për të tjerët që janë rrotull nesh. Si erdhën dhe pse erdhën kanë pasoja, kanë rrjedha të ndryshme. Çfarë do bëjmë ne për të ardhur në ndihmë është në dorën tonë. Dhe këtu qasja është edhe e prindërve. Çfarë do bëjnë prindrit për të ardhur në ndihmë është qasja e tyre. Në fakt, Burenat, që mendoj unë që e shoh në përgjithësi edhe te prindrit shqiptar, ose si thua ajo mungesa është se nuk duhet punoj vetëm për të krijuar këtë kanalin e komunikimit me fëmijën, këtë kanalin e sigurt. Duke i thënë fëmijës, shiko, unë jam prindi yt, ti je fëmia im. Gjatë rrugës do bësh gabime, edhe unë si prind do bëj gabime. Po këtu janë rrënjët e tua. Këtu je gjithmonë i mirë se ardhur, gjithmonë i mirë pritur, gjithmonë do dëgjohesh, gjithmonë do vlerësohesh dhe gjithmonë ka zgjidhje për gjithçka që ndodh. Pse sigurisht fëmia ka ato krahët e vet, do fluturojë, do rritet, do bëhet më i madh dhe më i rëndësishëm se sa prindi vet. Se ky është suksesi i prindërimit, mendoj unë. Po çështja është që duhet jemi shumë të koshient kur japim edhe këtë telefonin fëmijës në dorë, se japim një armë në dorë. Japim një armë në thonjza, e në fakt kthehet edhe në një armë, dhe nuk e trajnojmë për këtë botë që po futet këtu. Mendojmë se fillimisht e japim fëmijës, shiko një palë kukulla, shiko një video në YouTube, se po rri mami me ca shoqe po bën pak muhabet, prisa të mbaroj mami një punë dhe nuk e trajnojmë fëmijën për rrezikun që ka ose se teknologjinë varet se si e shikon. Mund ta shikosh edhe si dobi prurse, por mund ta shikosh edhe si problematike. Dhe ne kemi detyrë si prindër, edhe kur nuk kemi informacion, edhe kur nuk kemi dije, të lexojmë, të shkojmë tek ekspertët, konsultohemi. Ndoshta edhe të dëgjojmë edhe një bisedë të tillë me ekspertë që e njohin fushën, për të kuptuar edhe ato rreziqe që sjell teknologjia, sepse prindrit duhet ta dinë se çfarë është e aftë sot inteligjenca artificiale të bëj. Pra merr zërin e fëmijës tënd apo imazhin dhe mund ta tjetërsoj krejtësisht. Ne flasim për komunikimin cilësor, është absolut, është çelësi. Mirë po, njëjtë pra njëkohësisht me komunikimin, prindi është edukatori i parë i fëmijës që në hapat e parë. Jo më kohë në psikologji,
është treguar që nga 0 deri në 3 vjeç ndërtohet karakteri i fëmijës. Po se ndërtohet deri 3 vjeç e humbe, e humbe. Pra, tu theksojmë edhe një herë çfarë rëndësie dhe roli ka prindi edhe atëherë kur fëmia është një foshnjë dhe mendojmë që kanë vetëm nevojat bazë. Ushqimi, ngrohtësia, Nuk janë ato, lindimi. po. Këto janë Janë vetëm ato. Këto janë baza. Po. Një foshnjë është vigjilente mënyrën se si komunikohet në shtëpi, mënyrën se si flitet, mënyrën se si zgjidhen konfliktet, mënyrën se si trajtohet edhe kur është foshnjë. Dhe këtu merr baza. Dhe mos harrojmë që truri i një fëmie është një sfyngjir që vetëm mbushet në atë kohë. Dhe sigurisht që mbledh jashtëzakonisht shumë informacion. Nga ana tjetër, pasi një fëmijë rritet, mendoj që prindi duhet të kuptoj dhe vendos parimet tani më. Vlerat tek fëmia, cilat janë ato që ecet në drejtim të vlerave dhe parimeve, cilat janë ato sjellje që shkojnë ndesh vlerave dhe parimeve njerëzore. Dhe këtu flasim sërish për proces edukativ, baza prindërore. Çfarë ndodh me ardhjen e teknologjisë tani? Ndodh shpesh që prindërit vëren tek fëmijët që nuk po flasin në muajt e parë, aq lehtë. Janë shumë të fiksuar me televizorin. Ushqehen vetëm nëpërmjet ekranit. Pse ndodh kjo? Fëmia nuk e mësoi vetë këtë. Dashur pa dashur. Është një model ka qenë një model i përcaktuar aty nga prindrit. Ka qenë një model të cilës fëmia t'i është dhënë dhe fëmia atë rol ka në atë periudhë kohore të imitoj proceset dhe të mbajë ato procese që i pëlqejnë. Kështu që këtu është puna e madhe e prindit. Nga ana tjetër, pasi rritet pak fëmia, sigurisht që ata mund të luajnë. Dhe luajnë të pavarur. Dhe të gjithë kemi dëgjuar për Robloxin dhe lojra të tjera. Dëgjojnë prindërit zakonisht që fëmia shkon në dhomën e vet, me laptopin, me telefonin, dhe dëgjojnë që komunikojnë anglisht. Dhe duket shumë interesant. Mendojnë se fëmia është i sigurt aty pra. Mendojnë që fëmia është i sigurt, po është brenda shtëpisë fëmia. Ka edhe shok të huaj. Ka edhe bashkëpunëtar, po ka mësuar edhe një gjuhë të re, se që është një lloj benefiti. Po prap. Por si? Thonë, e kemi vendosur ndonjëherë në kush është ky huaj që komunikon pra? Ai njeh prindi këtë të huaj. Sa vjeç është vërtet ky huaj? Është vërtet bashkëpunëtar? A është ndonjëherë fëmia i manipuluar? Po anglishtja. Çfarë lloj anglishte është? Çfarë lloj fjalori? Po në shtëpi, ne flasim shqip dhe jetojmë këtu. Pse duhet fëmia që të mos të di ndonjëherë termin e godës në shqip, por e thot në anglisht se i vjen në natyrshëm. Dhe gjitha kjo është bota teknologjike që duket sikur ndihmon, po në të vërtetë dëmton disi. Fëmia duhet të mësoj natyralisht, nëse duhet ta mësoj. Jo sepse ka bombarduar e teknologjisë, sepse ky është një mësuar pasiv dhe një dëgjuar pasive. Dhe fëmia nuk e ka asimiluar mirë, pra mendërisht, logjikisht, emocionalisht, atë që duhet të ndërveproj. Ndërveprimi është shumë i rëndësishëm. Këtu ka prindi një rol shumë të madh. Të jetë shumë afër fëmijës, të vendos kufi, të vendos kritere. Sigurisht që të gjithë prindrit luftojnë për të plotësuar nevojat dhe dëshirat të fëmijëve, por edhe nevojat dhe dëshirat kanë një kriter të caktuar. Jo detyrimisht çdo dëshirë është supreme dhe e detyrueshme për prindin. Kulturalisht, do ta lidh pak këtë, vite më përpara prindit e kanë patur të vështirë të plotësohen nevojat e veta. Dhe këtë reflektojnë tek fëmijët tani. Pra, mos plotësimi i nevojave të mia do bëhet realitet në plotësimin e nevojave të fëmijës tim. Por kjo është pak egoiste në vetvete. Po se në fakt jemi duke plotësuar nevojat që na mungonin. Sepse po bën atë që thnaq ty. Në të vërtet po plotëson kënaqësitë tua. Nevoja e fëmijëve jo detyrimisht është ajo nevoja që prindi do. Dhe
Dëshirat e fëmijëve jo detyrimisht janë një kusht i madh për të plotësuar nga prindi. Prandaj po flasim për parimet, por nëse komunikohet me fëmijën, fëmija pastaj e di deri ku duhet të shkojë, cilat janë limitet dhe në fakt sa e nevojshme është një dhuratë e caktuar për fëmijën në një moshë të caktuar. Pra, le të rrisim tek fëmija ndërgjegjësimin dhe jo llastimin. Pra që të kuptoj vlerën, supozojmë edhe nëse merr një I dhuratë, marr kuptimin. të kuptoj pse është kjo dhuratë. Është se kam ditëlindje, është se kam arritur, po themi, rezultate, varet nga lloji prindërimi, Po, se ka motivimi. prindër që nuk e kanë si zgjedhje, bërin një dhuratë kur fëmia arrin rezultate të larta, sepse tek e fundit është përgjegjësia e fëmijës të arrijë rezultate, pra, të bëj atë rrugë, sidomos kur prindrit i kanë krijuar kushte, po themi. Po varet, prindër të ndryshëm e mendojnë ndryshe dhe nuk ka formula në prindërim, s'ka diskutim. Po çështja është që fëmia kur merr këtë dhuratën, të kuptoj vlerën e saj, të kuptoj vendin e saj, pra ta vlerësoj dhe jo ta marr si një dhuratë mes qindra dhuratave tjera, Sepse një fëmijë tjetër. sepse ti si prind nuk i ke kushtuar kohë. Dhe ti në fakt po lan ndërgjegjen tënde. Atë që si ke kushtuar kohë dhe po i merr një dhuratë, po nuk është kjo zgjidhja, pra. Sepse fëmija nuk përmbushet ashtu. Nuk përmbushet. Dhe këtu duhet të jemi të gjithë dakord. Përmbushja nuk është asnjë materiale. Dhe po flas edhe për botën e të rritëve. Si ta kuptojmë prindrit çfarë duan fëmijët, pra sepse në faza të ndryshme të rritjes duhet prindërimi i ndryshëm, është ndryshe të prindërosh një adoleshent, është ndryshe një fëmijë të vogël. Si ta kuptojmë prindrit, sidomos në fazën e adoleshencës, se çfarë duan fëmijët, ose jo vetëm nevoja, po ajo përmbushja, jo vetëm nevoja materiale, po përmbushja sidomos emocionale. Ja, kjo është, ta bisedojnë. Po të jetë një bisedë që vjen natyralisht dhe spontane, jo sepse do ulemi dhe do bisedojmë këtë gjë. Janë shumë të bukura udhëtimet me makinë kur familja është e mbledhur dhe janë aty për një udhëtim të gjatë. Aty është një moment ku të gjithë mund të bisedojnë. Natyralisht, secili në bisedat e tyre shpreh nevojat, kënaqësitë, pakënaqësitë, modysjet, çfarë ka ndodhur, pse sepse krijohet çdo gjë më spontane. Por duhet vendosur kushti që në këtë bisedë, në këtë tavolinë nuk ka telefona. Jemi ne. Pra është koha jonë. Duhet të masim kohën në të cilën duhet të shpenzojmë së bashku. Kjo është koha cilësore. Nuk po flasim që duhet jemi 24 në 24 orë sepse është e pamundur. Për të kuptuar sepse është parimisht dhe praktikisht e pamundur. Ama edhe atë një orë që ulemi, minuta që jemi, le ta shijojmë dhe të jemi të gjithë të fokusuar dhe të angazhuar tek njëri tjetri. Dhe në ato biseda kuptohet në të vërtetë nevojat e fëmijëve, kënaqësitë e tyre, kur janë mirënjohës ndaj gjërave, kur janë më të tërhequr, kur janë të pakënaqur, dhe këtu prindi krijon edhe një ndjesi të vetën deri ku ka shkuar me punën me fëmijën e vet. Fëmija e tregon, në thelb është shumë i çiltër. Pavarësisht se dëshiron të manipulojë situatat, por është shumë i çiltër. E shfaq në informacion tjetër. Ta shfaqi. Këtu tregohet ose nevojitet pak që prindi tjetë ai që duhet ta kuptojë dhe ta kapi situatën nga brenda për të parë cilat janë aktualiteti i fëmijëve të mi. Ndodh ndonjëherë kur vitin e kaluar neve kemi pasur disa raste që prindi nuk e besonte që fëmija e tyre mund të ketë bërë një gjë të caktuar, pra mund të kishte qenë bullizuesi që kanë ndikuar jashtëzakonisht negativisht në jetën e dikujt tjetër. Ky është një moment shumë i vështirë, sepse nuk e di pse, ndoshta për shkak si të tillë. Unë nuk e di që fëmija ime nuk bën këtë. Dhe mbi të gjitha ndonjëherë ka edhe prindër që nuk e pranojnë. Pra që fajsojnë këdo tjetër përveç se fëmijën e tyre. Edhe vetën e tyre në këtë rast, sepse diku kanë ndështuar, pra. Tregon fakti që prindi dashur pa dashur ndonjëherë edhe nuk e njeh fëmijën e tyre, sepse nuk ka arritur të krijojë urën e komunikimit dhe të njohë fëmijën deri ku shkon. Po ndoshta edhe çfarë keni thënë Boriana këtyre prindërve kur keni biseduar me ta?
Në të tilla raste, bëhet edhe një vlerësim i prindit, i mënyrës së stilit të tyre të edukimit. Dhe zakonisht ndodh që prindët në të tilla raste të kenë pasur një stil prindërimi liberal. Që Në sot kuptimin, stili i prindërimit liberal është stili i prindërimit ku fëmia bën çdo gjë dhe prindi pranon çdo gjë. Ku fëmia kërkon çdo gjë dhe prindi ofron çdo gjë. Ku është i mbushur me nevoja të shumta materiale, por i papërmbushur dhe i paplotësuar me nevojat emocionale. Ku fjala e fëmijës është ligj për prindin. Dhe kjo nuk është një stil prindërimi i cili sjell produktivitet në mjedisin social. Pse ndodh kjo? Fëmia në shtëpinë e tyre, brenda në shtëpinë e vet, ndihet personi me më shumë rëndësi. Kur fjala e tij është urdhër për këdo. Mirë po, mjedisi fizik nuk të fal. Është i egër, është i ashpër. Dhe të gjithë duhet të jenë të barabartë me njëri tjetrin. Pra, nga një mjedis i brendshëm ku ai është qendra e vëmendjes, po. Në një mjedis të jashtëm, Del aty ku do jashtë. duhet që të kuptoj që ka dallime dhe nuk është kaq i rëndësishëm sa ç'është jashtë dhe ai të kërkon me do e mos ta marrë këtë lloj rëndësie në një mënyrë apo në një tjetër. Dhe për ta marrë këtë lloj rëndësie, do duhet që të bëjë disa veprime të tilla, në këtë rast veprime bullizuese. Dhe kjo bëhet një proces i pavëdijshëm tani më. Bëhet për të plotësuar dhe për të kënaqur nevojat e brendshme, të cilat nuk dukshëm nuk i gjen dot me këdo në mjedisin e jashtëm, por gjen atë personin ose ata personat që janë pak më të dobët se ta, që janë më të përjashtuar, pra kanë një përjashtim social më të madh, dhe nuk ja kthejnë dot me të njëjtën mënyrë. Dhe ata kështu fillon edhe bullizmi. Më dole fiks në shteg të pyetja e radhës, me thënë drejtën, sepse ne jo vetëm duhet garantojmë te fëmijët tanë një urë komunikimi të sigurt, të vërtet mbi gjitha. Nga ana tjetër duhet edhe t'i trajnojmë për këtë botën e madhe të teknologjisë, po ne duhet t'i edukojmë edhe për marrëdhëniet shoqërore, se shoh që kemi vërtet shumë ndeshje tek edukimi mbi parimet që të gjithë janë të barabartë, që të gjithë duhet jenë të respektuar në shoqëri, që të gjithë duhet jenë të dëgjuar dhe të vlerësuar, që duhet të respektuar dhe një opinion i kundërt, një mendim ndryshe. Dhe më duket sikur duhet punojmë si shoqëri shumë edhe drejt kësaj. Ne sigurisht kemi qenë pjesë e një shoqërie në prindrit, ne të rinjt që jemi prindër të rinj, që kemi lindur në fund socializmit mbase pak më ndryshe, po kemi prindër edhe që kanë lindur dhe janë edukuar gjatë komunizmit dhe ndoshta na lodh kjo pjesa që të vazhdojmë t'i edukojmë fëmijët që të gjithë janë të barabartë etj. Jo në kuptim të ekonomisë, sa të faktit që çdo qytetar në këtë shoqëri ka vendin e vet. Dhe duhet vlerësuar dhe duhet respektuar. Sepse në shoqëri jo të gjithë do të na duan, jo të gjithë do të na vlerësojnë, secili është i lirë të bëjë shoqërinë që do, me këtë të dojë dhe këtë ndihet mirë, pra nuk është detyrimisht i kushtëzuar të ri me ty, apo edhe një lloj edukimi edhe tek ndarja në grupe që ndodh në mosha më të hershme, se kam përshtypjen që kjo mund të jetë edhe një gjenezë ndoshta e rritjes së këtij filizi të dëmshëm të bullizmit, pra. Sigurisht. Zakonisht ndodh që njerëzit të rriturit, fëmijët të rinjt, kushdo, janë shumë të mirë teorikisht. Pra, e din mirë teorinë, por e vendosin pikë në fund. Nuk pyesin asnjëherë veten, po mirë, po si ta bëj këtë gjë? Kjo pyetja si është shpeshherë në mungesë. Se po të kishte marrë përgjigje kjo pyetje, jam e sigurt që do kishim disa rezultate më të mira. Dhe është edhe ajo gjëja tjetër që unë e di çfarë dua, por ti
Duhet të jesh dakord me atë që dua unë dhe jo me atë që do ti. Këtë fillon konfuziteti sërish. Po. Personat të cilët nuk kanë punuar dot me veten për të kuptuar se cilit grupi përkasin, kanë në dyshjet eksistenciale të veta. Dhe zakonisht kjo ndodh që në adoleshencë. Pra shikon fëmijë të cilët natyralisht dhe karakterialisht janë totalisht ndryshe nga grupi shoqëror me të cilit rrinë. Kjo ndodh sepse ata duan që të jenë pjesë e një grupi social, duan që të mos ndihen vetëm, duan që të ndihen në shoqëri, kërkojnë që të gjejnë një vend të tyre në mjedisin ku ata ndodhen dhe Ndjenja e përkatësisë pra. nuk pranojnë dot që të jenë apo të rinë vetëm sepse nuk përshtaten dot në atë grup. Kështu që bëjnë të tilla kompromise, do ta thoja, me vete në atë kohë. E kupton ti si periudhën e adoleshencës, por kur bëhesh një rritur, kam përshtypjen se ai rrituri tani duhet të shkundet dhe të kuptoj me të vërtet kush është bota në të cilën unë e përkas. Cilat janë dëshirat e mia, pasionet e mia, njerëzit me të cilët unë mund të rri, angazhimet e mia. Dhe duke gjetur veten tënde, natyralisht shkon në terrenin që të përket. Po. Mirë, po problemi më i madh i joni sot, ndoshta edhe kulturalisht, siç e the pak më përpara, është që nuk kemi kuptuar ende veten. Dhe ky është një proces i rëndësishëm, po jo i lehtë. Pra akoma nuk e dim se çfarë duam. Shpeshherë nuk e dim se çfarë duam. Dhe kjo jo sepse është vetëm tek ne. Ne nga i Gjithmonë njeriu është në kërkim të asaj që do gjithë jetën. Do të jemi në kërkim të përmbushjes tonë, të ngahershme. Nuk naqemi as. Faza të ndryshme të jetës kanë nevoja dhe kanë nevoja të ndryshme, kanë dëshira të ndryshme, por kanë edhe peripeci të ndryshme. Por nga 100% që janë, neve statistikisht njohim vetëm një 10-15%. Pra, kaq pak jemi. Kaq 1 pikë në oqean jemi. Për të bërë dhe për të menduar se çfarë të duhet. Prandaj po them që kjo nuk është në thelb një proces i lehtë, që arrihet lehtësisht nga çdo kush. Për këtë funksionojnë pastaj dhe ekzistojnë dhe janë në funksion të gjithë profesionistët e shëndetit mendor. Për të zgjidhur disa lëmshe, po e them kështu në thënza këtë, një epitet, që kemi në mendje dhe në emocionet tona dhe për të njohur pak më mirë atë që neve na përket dhe na bën që të jemi. Dhe nuk ka asgjë të keq që të drejtohemi te ekspertët. Përkundër, se ky ka qenë një stereotip i hershëm që jo te psikologu, jo te eksperti i komunikimit, jo te ky ekspert që ndoshta njeh sigurinë kibernetike, po do drejtohemi kur është e nevojshme, patjetër. Sepse një prind i mirë është ai që jep zgjidhje pra, që niset drejt zgjidhjes. Sigurisht zgjidhja pastaj mund vinë në disa dimensione. Mund të angazhohen struktura, mund të angazhohen ekspert, mund të jetë një zgjidhje që nuk ka nevojë të kalojë në faza të mëtejshme, por ama prindi është aty për të turrur drejt zgjidhjes dhe jo për t'i fshehur, se mos paragjykimet, se mos komshia, se mos shoqëria, se mos fisi etj etj. Më ngacmove në diçka. Fakti që të gjithë ne duhet të ndihemi të gjithë shka ditur. Në fakt nuk jemi, nuk mund t'ja vendosim vetes këtë kriter. Për të thënë, edhe roli prindërimit është shumë ndryshe nga të gjithë, sepse të gjithë prindërit janë ndryshme dhe të gjithë fëmijët janë ndryshe. Dhe sfidat janë të ndryshme. Unë e diskutoj me ti me më dhe i them, shiko, ju keni pasur sfidat të tjera dhe tipit prit, a do ushqejnë do të sot fëmijët, a do ju garantojmë do të ushqimin, a do lanë rrobat në kohë sepse s'kan pasur mjete. Ne kemi komplet sfida të tjera. Do të thënë, sot nuk janë më ato sfida. Totalisht. Është katërcipërisht ndryshe, mendoj. Sepse tani nuk kemi mend tek ato baza, po jemi tek pjesa tjetër, si të sigurojmë të ardhmen e shëndetshme emocionale të fëmijëve tanë. Dhe për të thënë, prindërit, jo se nuk duan të jenë prindër të mirë, është pak po e sigurt, të gjithë duan. Dhe kam thënë edhe një herë, duket çuditshëm, por jo të gjithë dinë
se si ta bëjmë. Po. Dhe për të ditur më shumë nuk është turp për të kërkuar. Është më mirë të mësosh dhe të kërkosh të bësh më të mirën për fëmijën tënd, se sa të arrish dhe të mos mohosh realitetin apo të jesh indiferent. i vetëdijshëm për sjelljen e fëmijës tënd, dhe ka prindër që fëmia është 13-14 vjeç dhe thotë nuk kam çfarë të bëj. Si nuk ke çfarë të bësh? Ky është një prind dorëzuar pra. Fëmia është 14 vjeç. Ky është personi i cili vërtet ka nevojë që të ndihmohen, jo fëmia së pari, prindi. Po. Çfarë do thot ai prind kur një fëmijë të shkojë 30 vjeç? Po. E para, dhe së dyti, çfarë rruge dhe kontingjenti do të jetë ai fëmijë 30 vjeç, kur ti që në moshën 13 vjeçare thua unë kam çfarë të bëj fëmijës tim, nuk më dëgjon. Sigurisht që ke çfarë të bësh. Sigurisht që po. Së pari, shiko çfarë mund të bësh me veten. Çfarë do të bësh me veten? Dhe pastaj fëmijën. Fëmia do të jetë një plastelin që del nga duart e prindit duam apo s'duam ne. Për postmjedisit social. Por është personi që e ka orientuar disia të fëmijë. Po kjo bëhet ping-pong pastaj, sepse prindja e fajin shkollës, shkolla prindit, pastaj prindi thot shoqëria, teknologjia. Po e dëgjoj shpesh në fakt që prindit ankojnë gjithmonë lënë fajin te njëri tjetri. Unë nuk jam dakord. Shkolla bën pjesën e vet, ka faje. Nuk e vë në dyshim sepse nuk është sistemi që ne do donim të kishim. Por nuk ka sistem perfekt edukimi. Eksakt. Por nuk mund të jetë shkolla pikërisht pra zëvendësuesi i prindit. Pra, ti ke fëmijën tënd në shtëpinë tënde dhe një mësues, përpose ka fëmijët e vet në shtëpinë e vet, ka dhe 30 apo 40 fëmijë në shkollë dhe në klasë, që duhet të bëj edukatorin, që duhet të bëj mësimdhënësin, që duhet të plotësoj të gjitha dokumentat, që duhet të jetë edhe të vendosin notën në fund sepse duhet. Çfarë do bëhet në 45 minuta? Pikërisht. Dhe prindi duhet të ketë koshiencë se në çfarë procesi është mësuesi dhe shkolla dhe çfarë ka mundësi të bëjnë ato, po nga ana tjetër nuk duhet të harrojmë pa thënë se edhe mësuesi duhet të ketë një empati të jashtëzakonshme. Sepse një mësues që shikon një fëmijë të tërhequr gjithë kohën, po themi për një javë rresht, t'ia bëj pyetjen vetes, çfarë po ndodh? Mësimdhënia përpara se të jetë shkencë është art. Patjetër, është art, se është ke në dorë fëmijë. Duhet me qenë humanist, duhet me qenë empatik, duhet me qenë prind, edhe pa qenë prind, se ka dhe mësues që si janë prind. Jo më kot mësuesi është edukatori mirë, dhe jo më kot mësuesi është prindi i dytë. Dhe jo më kot mësuesi është ai që influencon një fëmijë që nesër të jetë një i rritur i mirë, i edukuar, dhe ta doj atë që sjell, që në këtë rast mësimin, procesin, logjikën, të njohuritë e gjitha me radhë, dhe jo më kot mësuesit të cilët nuk kanë qenë dot të mirë, janë ata mësues që kanë traumatizuar ca fëmijë. Dhe ndoshta ata e kryqëzojnë ose e vendosin një kryq asaj lënde ose asaj njohurie që kanë marrë nga këta mësues. Ne po them se rëndësishëm është roli. Shumë, sepse mos harrojmë që një nga motivuesit kryesor, frymëzuesit kryesor të fëmijës për të bërë me jetën e vet, për të arritur gjëra në jetën e vet, është mësuesi. Dhe nëse kemi një mësues që i thot fëmijës ti s'ke për të bërë asnjëherë, do me thënë kjo është shumë e papranueshme. Ke shkatruar një fëmijë në atë moment. Dhe literalisht e kanë bërë. Ashtu si shumë mësues kanë ngritur shumë fëmijë, që mbase janë ngritur këta fëmijë dhe kanë bërë atë sukses vetëm asaj të mësuesve mbase. Është e vërtet. Pra, mësuesi ka mundësinë të frymëzojë, ose të demotivojë. Por është në dorën e tyre. Prandaj flasim për artin e mësimdhënies, por jo vetëm mësuesi ka artin e vet, prindi ka artin e vet e edukimit. Psikologu ka artin e vet të zhvillimit dhe njohjes së emocioneve dhe ndërtimit të vet konceptit ndaj personit.
të rinjt me njëri tjetrin në artin e vetë të Tani më ngacmova edhe për një pyetje, si ju psikologët jeni edhe në kushtet ose si thua në periudha të vështira tani, se po ju zvendësoni në farë mënyre çati, inteligjenca, domethënë ti shikon sot dëgjon njerëz që konsultohen me çatin për aspekte emocionale, që është krejtësisht e gabuar, sepse është njësoj si të konsultohesh me çatin për një recetë mjekësore, absolutisht. Sigurisht, këto janë mjete që ne do i përdorim për të marrë një lloj informacioni, por nuk mund të futemi, nuk e di, më thuaj ti si e mendon, po si e gjykoj unë si një përdoruese, po them. Klient të mi e çatit. faktikisht, të cilët duke dashur që të zhvillojnë biseda me çatin dhe shfaqin të gjitha emocionet e tyre, pra duke çotuar edhe duke i treguar. Çati ka sigurisht një taktik të cilat e bën individin të ndihet shumë komod i pranuar me të gjitha fjalët. Ja kregon, ja përkëdhe legon individit, po. Është një inteligjencë artificiale. Po. Individi nuk mund të kuptojë mbi emocionet e veta, mbi gabimet, mbi të vërtetat, mbi orientimin, mbi atë që kërkon, mbi atë që njeh, mbi atë që duhet të zgjidhë me veten e vet, nëpërmjet teknologjisë, sepse ka riskuar që është dëmtuar më shumë emocionalisht. Pse zakonisht bisedat të tilla me çatin bën orëve të vona, por ti e vetëm, i demotivuar, i rënd moralisht, dhe shprehesh. Çati të krijë ego, është ajo. Të fillon dhe bën halucinacione pastaj, kërkon dhe shpikje dhe zgjidhje që ekzistojnë. Të bën të ndihesh jashtëzakonisht shumë mirë në atë çast. Ajo është një fluck sapuni. Që ti je ngritur, ai flucka jote është ngritur shumë, pasi është çarë dhe ka ardhur mëngjesi, ti ke rënë moralisht edhe një herë më shumë, sepse individi aty kishte kuptuar që çfarë kam bërë, çfarë po bëj. Nuk është normale. Domethënë, si mund t'ja lejoj vetes që unë të mundohem të bëhem më mirë nga një teknologji që në thelb është inteligjencë artificiale dhe është robotike dhe nuk më njeh dhe nuk më kupton dhe nuk e flas dot. Individët në pjesën më të madhe të kohës kanë një problem. Nuk është problem në faktikisht, por është ndjesia. Ndjesia që nuk e shprehin dot emocionet e tyre me këto dhe kjo është gjëja më e kuptueshme në botë. Prandaj profesionisti si psikolog në këtë rast, ne jemi të parët në dëgjim aktiv, jo për t'i suportuar tërkohën, por për të çliruar. Dëgjoni vetëm atë që thot, shikoni syrin. Eksakt. Dhe pastaj shikoni dorës, si lidhet, si hapet, po arsye pse ka ardhur kjo histori. Historikun e vet personal, gestikulacionet, gjuhën e trupit. Pra, unë kam shumë pasion shërbimin psikologjik, unë realisht e dua shumë dhe jam duke qenë vigjilente në çdo detaj të mundshëm, sepse individi është shumë i rëndësishëm dhe nuk ka gjë më të bukur për mua si profesioniste në këtë fushë kur kuptoj se mjafton një gur të vogël të vendosësh në themelin e jetës së një individi për të ringritur veten në çastet kur çdo kush e shikon veten shumë poshtë. Se sigurisht do ringrihesh, absolutisht. Asnjë periudhë nuk zgjat përgjithmonë. Por periudhat në të cilat ne jemi duhet t'i menaxhojmë. Dua të bëj në fund të kësaj bisede sa pyetje shumë praktike. Supozojmë se një fëmijë i rritur, po themi, është duke na dëgjuar, se nuk e di se sa është mosha tani e lejuar që biseda të tilla ti dëgjojnë dhe fëmijët e vegjël, por po themi është një adoleshent që po rritet dhe është duke na dëgjuar, çfarë do t'i këshilloje lidhur me bullizmin digjital, pra çfarë duhet ketë parasysh? Po themi të jetë i kursyer te komentet, të mos fus në rrethin e tij njerëz që nuk i njeh, të miqve të tij, po themi, çfarë? Supozojmë se ka rrjete sociale dhe është aty dhe ndoshta ka një moshë 18 vjeç, po themi. Do ta nis me një pyetje për fëmijët. Pyetja është: pse është e rëndësishme që të kemi një profil publik? Çfarë dua? E dyta, sa rëndësi ka që ne të jemi komod me mjedisin ton fizik dhe pastaj me mjedisin ton online?
Të gjithë fëmijët mund të bëjnë gabim. Është e pashmangshme. Çështja është merrni në dorë të zgjidhni problemet me personat e duhur dhe jo vetëm, sepse gjithmonë janë persona që do t'ju ndihmojnë dhe këtë ta kenë të Që sigurt janë plotësisht. prindrit, mësuesit, Mësuesi, stafi disiplinor në shkollë, janë bashkia punojësi për mbrojtjen e fëmijëve, janë organizata të SCRCA, të telefonojnë gjithmonë 24 orë në 7 ditë të javës, cili është numri? në numrin 116 111, që është linja e këshillimit për fëmijë, 116 111, dhe të bëjnë raportim në çdo orë e në çdo kohë tek www.isigurt.al për çfarë do lloj forme apo materiali të dhunës online që ata hasin. Duke ju ruajt anonimati. Pra ta themi gjithmonë që nuk ju del asnjë dhënë. Gjithmonë. Të dhënat mblidhen vetëm për të ndihmuar ata fëmijë, ata të rritur. Pra, ti do të më japësh mua emailin tënd apo numrin e telefonit që unë të them që ky rast është marrë përsipër, më ndihmon ndoshta edhe me një provë të caktuar apo me screenshot, apo të Dhe ka zgjidhje që materiali u mbyll ose është referuar. Pra, këto janë arsyet pse ne kërkojmë një informacion nga individi, por janë gjithmonë anonime. Për t'ju thënë fëmijëve që çfarëdo lloj gjëje që mund të ketë ndodhur, ka zgjidhje. Flisni, mos e mbani vetëm problemin tuaj. Jo domosdoshmërisht i zgjidhni vetë të gjitha dhe nuk duhet i zgjedhin vetë të gjitha. Prindit janë aty me ta, edhe kur ata nuk kanë besim se prindrit janë aty me ta. Dhe të gjithë punojnë me një qëllim të caktuar. Në momentin që themi të shohim interesin më të lartë të fëmijëve, në të vërtetë është vërtet puna për të mbajtur më lart interesin e fëmijëve. 2 mesazhet fundit për prindrit dhe mësuesit. Tani me që këto grupe kishim në referencë kur diskutuam gjatë bisedës. Prindrit është shumë e nevojshme që të jenë vigjilentë e sjelljes së prindit të fëmijëve të tyre. Kur ka ndryshim sjellje dhe për çfarë arsye, edhe nëse fëmia nuk e thot. Dhe së dyti, le të mundohen që të jenë sa më aktiv në bisedat që ngacmojnë emocionet e fëmijëve, sepse kështu ata së pari do të ndihen më mirë me njëri tjetrin, së dyti do të kenë krijuar besim ndaj njëri tjetrit, dhe së treti, në situata të caktuara të vështira, pak po e sigurt është që ai prindi për fëmijën do të jetë telefonata e parë. Një mesazh të fundit për mësuesit, për ata mësues që e duan atë punë, i duan ata fëmijë. Përpos shkencës, mos harroni që edukimi është art dhe realisht ka në dorë të jenë frymëzues për shumë fëmijë, por mënyra se si do e bëjnë ata është në dorë të tyre. Borena, faleminderit shumë që ishe në Gogo.al. Unë mora një kënaqësi shumë veçantë sepse është një temë që ne duhet flasim. Është temë e hidhur në kuptimin jo e dashur, por e domosdoshme. Kjo është nga ato biseda të cilat përpos se kam shijuar, mendoj që dham disa mesazhe që në një orë nuk e di kush është mesazhi apo mesazhe të vlefshme, dhe ishte tamam si të shijoja një kafe dhe të falenderoj shumë. Faleminderit shumë, do të kemi mundësi ta përsërisim prap kafen. Me kënaqësi. Faleminderit.